Pas vdekjes së babait Gjoni, Skënderbeu pikëlluat shumë për përsëri, nuk e tregoi me lot hapur apo me trishtim që binte në sy ndjenjën që mbante fshehur në shpirt, ndërsa Sultan Muratin e quante baba e prijes. Sultani, si ndonjë pasardhës i mbretërisë, dërgoi pa vonuar as pak një garnizion shumë të fuqishëm për të pushtuar Krujën dhe qytetet e tjera. Dhe kështu me lehtësi ai rrëmbeu sundimin e gjithë vendit dhe u bë zoti i tij pa gjakderdhje, sepse as fuqitë e shtruara të vendit nuk ishin të afta për ta mbrojtur lirinë. Vojsavës, e cila bashkë me të bien Mamic ishte vetmja që mbeti gjallë pas burrit në shtëpi nga gërmadhat e asaj mbretërie fatkeqe, i u caktua një tokë në mat për të ushqyer e për të mbajtur gjallë shpirtin e saj prej plake. Ajo vdiq pak para se Skënderbeu të kthehej në Shqipëri e vyshkur, e mbaruar nga pleqëria duke lënë pas të bien, e cila kishte qëndruar vazhdimisht virgjëresh dhe e pamartuar për hir të Skënderbeut që po i kthehej fitimtar. Skënderbeu e martoi pastaj dhe ja vuri përsëri në vend deri në dikushëm. Skënderbeu heshti për të gjitha këto, ashtu si pateshtur e për dhimbjen nga vdekja e babait. Murati, i cili e merrte fare mirë me mend se kjo do t'i dukej atij si edhe vëllezërve të tij që ai kishte pranë shumë e rënd, sepse këta e prisnin heshtazi me dëshirë të lishme mbretërinë që u përkiste, duke i qëndruar besnik pa besisë së vet, e elmoi dhe mbyti së pari vëllezërit e Skënderbeut, duke u ngritur kurthe. Pastaj duke u marrë me punën e Skënderbeut, po friste mendjen se në çmënyrë edhe perandorinë e tij të mos e linte pa këtë burr, të cilin e përdorte si ndonjë mercenar në të gjithë ndërmarrjet e rënda dhe shumë të vështira, edhe veten e vet ta lehtësonte nga kjo bare nga ky dyshim. Prandaj e thiri pranë dhe në bisedë të gjatë me një mori fjalësh të përshtatura për këtë punë, e ngushëlloi për vdekjen e tetit dhe për fatin aq të mijuar të vëllezërve, dhe i ofroi mbretërinë gjyqërore apo një mbretëri shumë më të pasur në Azi që ta kishte, kur të donte. Në sundimin e tij, nga ana tjetër i kërkoi që të mos e linte vetëm, veçanërisht në mes atyre luftrave të rënda, dhe i tha se për të do të ishin gati gjëra më të mëdha. Skënderbeu, duke ja kuptuar dhelpërinë, me një mençuri jo më të vogël dhe me fytyrë që u përshtatej fjalëve, ju përgjigj Muratit: "Por mua o mbreti i mbretërve, je shumë i mëshirshëm. Vëllezërit jetojnë në personin tënd si jeton edhe babai im Gjoni. Dhe përgjërsa mua do të më lejohet të jem këtu pranë teje, asnjë dëshirë për atë unë apo lakmi për të mbretëruar nuk do të futet në shpirtin tim. Kështu ti mund të më detyrosh mua sot që ti prandoj këto detyra, apo me të drejtë këto bare."